Sekretari i Këshillit të Etikës në Kuvend, Ulsi Manja, ka reaguar pas vendimit për përjashtimin me 60 ditë të deputetit dhe kryetarit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj. Sipas tij, masa disiplinore është marrë pasi Shehaj nxori jashtë sallës së Kuvendit dokumentin sekret të marrëveshjes, ndonse kryetari i Kuvendit kishte përcaktuar që ai të lexohej vetëm brenda ambienteve të kësaj salle. Duke komentuar edhe incidentin e ndodhur gjatë tensioneve në Kuvend, Manja uroi shërim të shpejtë për punonjësen e administratës që mbeti e dëmtuar. Ai theksoi se vlerësimi i elementëve të mundshëm të një vepre penale nuk është kompetencë e Këshillit të Etikës, por u takon organeve të hetimit. Rasti është i paprecedent. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën për mua si sekretar në kaq vite që jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë vija e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundsojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet. Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit të Kuvendit dje që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Zoti Shehaj e pa të gjithë publikisht, e mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të Kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit të Kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasojë, të gjitha ato pamje të rënda, që mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i uroj punonjëses tonë, këshilltares tonë, që dje u lëndua nga ky veprim, shërim sa më të shpejt dhe sinqerisht uroj që kjo të mos ndodhë më. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi kundërshtoi mënyrën se si u administrua dokumenti. Pas mbledhjes së sekretariatit të Etikës ku vendos përjashtimi i Shehajt, ai e cilësoi të papranueshme procedurën e ndjekur dhe hodhi poshtë pretendimet e mazhorancës se deputetët kishin pasur mundësi ta konsultonin marrëveshjen përpara votimit. Ndryshe nga fjalët e shokut Niko, i cili na tha që kundrejt firmës së konfidencialitetit, ne mund të merrnim akt marrëveshjen dhe ta konstatonim, gjetëm një realitet krejt kundërt, kur jo vetëm që s'mund ta merrnim, po duhet vjeshim radhë vajguri edhe që 40 deputet për ta lexuar një nga një akt marrëveshje, gjë që s'është normale. Pra, në qoftë se ke një punojës të shërbimit të parlamentit, i cili mund të mbaj, të asistoj, të mbaj, mund të ketë ajo mundësin, si pretendohet që mund të filmoni deputetët, po një sekretar apo sekretare nuk e ka këtë drejt, a nuk e ka këtë mundësi kur është vetëm aty, kështu që kjo është një prallë me bisht, nuk ka qenë dokument sekret, por konfidencial, që ndryshon absolutisht